Neda Balluku jep fund martesës pas 10 vitesh. Kërkon në gjykat divorcin nga Ogreni. Neda Balluku, moderatorja e njohur, i ka dhënë fund martesës të 10 vjeçare me Ogren Ballukun, vllain e ministres Belinda Balluku, duke kërkuar zyrtarisht divorcin në gjykat. Neda ka kërkuar këtë të në gjykat divorcin me Ogren Ballukun, teksa kohët e fundit marrëdhënia e tyre ka qenë në krizë. Ata u njohën vitin 2010 kur të dy ishin konkurrent të spektaklit Big Brother Albania, një prej çifteve më të përfolur në atë kohë. Neda dhe Ogreni vendosën të martohen në 2015-ën. Nga kjo martesë kanë ardhur një dy djemtë të tyre. Ndonse jeta e tyre ka qenë kryesisht private, Neda nuk ka nguruar, ku her pas here ka rrëfyer momente të veçanta nga ky rrugëtim. Dhe mediat të rrollë shpesh i kanë cilësuar si një nga çiftet e ekranit që i ka rezistuar kohës.